أتذكر من أنا الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndërshëm besimtar, falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah qomi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Transmeton Abu Davudi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah. Dita më e mirë, dita më me vlerë që ka lënë Allahu subhanahu wa taala për juve, pra për muslimanët, është dita e Gjumah. Fihi khuliqa Adem. Në këtë ditë Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar Ademin alayhi salatu wassalam, wa fihi qubid. Në këtë ditë Ademit Allahu subhanahu wa taala ja ka marrë shpirtin. Në këtë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka menduar fryla në sur dhe ka menduar ajo që në shariatin islam quhet humbje e vetdijes, fasaiqa man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man sha Allah. Do ta humb vetdijen gjithçka që ka në tokë dhe në qiell, a ditë kur bëhet një fryrje e madhe, fryrja në sur, përveç atyre të cilët dëshiron Allah subhanahu wa taala që mos ta humbin vetdijen e tyre. Fa'kthiru alayya min as-salati fihi. Atëherë që është kjo dita më e mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtoni salavatet mbi mu. Thoni më shpesh në këtë ditë Allahumma salli ala Muhammad, ose salavatet të tjera, për shkak se format e salavateve të transmetuara në hadithe të sakta ka shumë. Mirë po Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala pas mëshirue, e ka përzgjedhë si më të saktën atë që thuhet Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kjo është forma e salavateve më të mira dhe më të sakta që dërgohen me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me që kjo është dita më e mirë, shtoni salavatet mbi mua, fa inna salatakum mu'riduna alej, për shkak se salavatet që mi dërgoni mua, Allahu subhanahu wa taala mi sjell. Allahu subhanahu wa taala ja shfaq salavatet e tona, salavatet e muslimanëve
Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë qenë prezent, thanoi dërguari i Allahut, çështë të mrin dy salavatet, kurse trupi jot është bërë dhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi ajsam al-anbiya. Allah subhanahu wa taala ja ka ndaluar tokës që të i tret, që të i prish trupat e pejgamberëve dhe të gjithë trupat e pejgamberëve të varrosur janë ashtu sikur që janë varrosur atë ditë, dhe ashtu kanë me shëndruar deri në ditën kur do të ringjallen para Allah subhanahu wa taala. Në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men salli alaihi marratan sallallahu alaihi biha ashra." Kushdo që qënë salavatin mbi mua një herë, Allah subhanahu wa taala ka me quajtur salavatin mbi 80 herë. Kurse komentatorët e hadithit kanë thonë, salavatet e Allah subhanahu wa taala mbi robin, do të thonë se Allah subhanahu wa taala i lavdon ata të cilët quajnë salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në veçantia ata të cilët quajnë salavatin ditën e xumë, Allah subhanahu wa taala i lavdon ata para melekëve të tij. Po ashtu në një hadith tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Vërtet Allah subhanahu wa taala u apatbo të veçantë edhe jehudive ditën e xumë, por ata u kundërshtuan në vetë dhe kanë humbur shëtrinë e kësaj dite." Pastaj kanë ardhur të krishterët dhe përsëria Allah subhanahu wa taala ja ka bërë atyre të veçantë ditën e xumë, por ata janë kundërshtuar në vetë dhe kanë humbur begatinë e kësaj dite. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e kanë marrë të saktë dhe nuk kanë pas kur kundërshtime rreth ditës së xumë, dhe me këtë kanë me dalë të parët me dhonë llogari para Allah subhanahu wa taala. Në hadithin tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Nahnu al-akharun", ne jena ummeti më i vonshëm, më i fundit. Pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit dhe ummeti i tij është ummeti i fundit, por në ditën e Kiametit do të jetë ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ummeti i parë të cilin Allah subhanahu wa taala ka me llogaritë dhe me përcjell për xhennet. Një prej shkaqeve, një prej arsyeve është për shkak të saktësimit të ditës së xumë, për shkak të mbajtjes së saktë të ditës së xumë dhe për shkak të përgatitjeve për ditën e xumë. Prej detyrimeve, prej suneteve, prej përgatitjeve të ditës së xumë, pa diskutim është e para me që salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që ditën e xumë me u pastru. Dhe në komentin e këtij hadithi shumica dietarëve thonë pastrimin e ditën e xumë është sunet prej suneteve të forta. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush merr abdes saktë ka dalë pa ngute dhe duke i pastruar gjymtyrët e tij mirë, pastaj lyhet me parfym, pastaj vjen në xhami, Allah subhanahu wa taala rrugën ka kallë dhe ka shkuar komja boshkak, mi u fal gjunat e atina dhe gjunat e atij do t'i falen për një javë plus 3 ditë të tjera. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Salavatul khamsi wal jum'atu ila al-jum'a mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir." Namazet njëra pas tjetrës edhe namazi xumës deri në namazin e xumës tjetër i fshin gjunohat që ka pas mes tyre. Dhe në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot plus edhe 3 ditë të tjera, nga se në hadithe të tjera të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë një vepër e mirë shpërblet te Allah subhanahu wa taala me 10 të tilla. E kanë humbur jehuditë dhe krishterët saksinë e ditës së xumë, dhe shkaku pse e kanë humbur është shumë interesant me ditë për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se edhe ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dikush prej tyre kanë me gabu dhe kanë me gabu ashtu sikur që kanë gabu jehuditë dhe krishterët. Sepse në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se tattabi'una millata man kana qablakum shibran bi shibr. Do të shkoni gabimeve të ummeteve të tjera të cilët kanë qenë para juve plon, do t'i ndjekni ata.
Ata në kundërshtuan me vetin e ditës së gjumon dhe kanë zgjedhur jehudit ditën e shtunë, kurse krishterët e kanë zgjedhur ditën e dijes. Kjo nuk është, ose këto nuk janë dita me të cilat ata afrohen te Allahu subhanahu wa taala. Dita me të cilën njerëzit, robërit e Allahu subhanahu wa taala afrohen te Allahu është dita e gjumon. Dhe ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka saksuar këtë ditë. Edhe nuk ka me ndryshua këtë ditë se ummet deri në ditën e Kiametit. Edhe pse grupet e devijuara vazhdimisht mundohen me zbe vlerën e ditës së gjumon, me hjek obligueshmërinë e saj, ose me dhënë arsye të tjera me të cilat muslimanët nuk duhet me shkuar me fal gjumon, por se arsyetimet e tilla nuk janë gjë tjetër vetëm se gabim, sikur që gabimin që kanë bërë jehudit dhe krishterët. Po shkak të gabimit që kanë bërë jehudit dhe krishterët kanë me mend ma vonë me dhënë llogari te Allahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me dhënë llogari ne ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka më ardhur ummeti Musës, pastaj ka më ardhur ummeti Isës alaihi salatu wasalam. Dhe në bazë të mospajtimeve që kanë pasur për këtë ditë, në bazë të largimit nga kjo ditë, kështu ka më vanuar dhe llogaria. Ata të cilët janë larguar vetëm një ditë nga dita e gjumon, kanë me pas llogarien më njëherë mas Muhamedit dhe ummetit e tij. Ata që janë larguar 2 dita kanë me pas llogarin 2 ditë më vonë, dhe sa herë që largohen njerëzit nga pasimi i të dërguarit e tyre, në këtë rast, sa herë që ne largohemi nga pasimi i saktë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shtyhet për neve begatia në këtë dynjë dhe shtyhet për neve arritja e mirësisë në ahiret. Nga se në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ditën e Kiametit kur Allahu subhanahu wa taala ja jep haudin, një krye, tek i cili kushdo që pin ujë nuk e shtohet më, vinë disa njerëz me pi, por me largë të ndërprejnë ata. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam interesuar, pse po ndërprejnë, pse si vjen me pije këta? Kurse këta kanë qenë ummeti jem, i vjen përgjigja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se këta nuk e kanë pasuar sunetin ashtu sikur që janë urdhëruar. Nuk e kanë pasuar sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ashtu sikur që janë urdhëruar. Njerëzit kur vinë në jetën e kësaj bote, mashtruan për interesat të tyre. Mashtruan për interesat të kërcënimeve, frikës, ose joshjeve, ose pozitave, ose arritjes së pasurisë, dhe u japin fetva vetes me punua me ata të cilët nuk e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose me bërë shime të cilat nuk i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nuk i kanë bërë sahabët. Por kur dalin te Allahu subhanahu wa taala, çështja e atyre u kushton. Për shkak se ne nuk jemi të urdhëruar që me këtë fe ta rregullojmë dynjon, por jemi të urdhëruar që me këtë fe ta fitojmë ahiretin. Ne nuk jemi të urdhëruar që nëpërmjet fesë që e kemi të rregullojmë çështjet e kësaj bote, por jemi të urdhëruar që nëpërmjet kësaj feje që e kemi ta fitojmë ahiretin te Allahu subhanahu wa taala. Kurse fitimi i ahiretit nuk bëhet ndryshe vetëm nëpërmjet pasimit të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që largohen njerëzit nga pasimi i sunetit, largohet nga ata begatia në dynjë dhe largohet begatia në ahiret. Jehuditët dhe krishterët janë vanuar për shkak të kundërshtimeve që kanë pas. Komentatorët e hadithit kanë thonë, prej ummetit e Musës, ata të cilët kanë mbet mrena kornizave të imanit, por që kanë pas kundërshtime dhe kanë pas devijime, do të vanohet atyre llogaria. Edhe ata të cilët e kanë pasu Isën alayhi salatu wasalam mrena kornizave, pa dorë nga feja, për shkak se edhe populli i Musës edhe Isës kanë qenë musliman, deri në kohën kur kanë bërë veprime të cilat e kanë prish fenë e tyre. Derisa kanë qenë mrena kornizave, ata do të jenë prej banorëve të xhenetit, por për shkak të kundërshtimeve, për shkak të mospajtimeve rreth asaj që ka përcaktuar pejgamberi i tyre, Isa alayhi salatu wasalam, ose Musa alayhi salatu wasalam, e kanë marrë si shpërblim ose si ndëshkim vanimin e llogarisë ditën e Kiametit. Kurse vanimi i llogarisë ditën e Kiametit nuk është çështje e thjeshtë. Vanimi i llogarisë ditën e Kiametit është dënim i madh. Nga sa ajo ditë zgjat 50.000 vjet dhe dielli nga ditë është mbi kokat e njerëzve. Ajo
në ditë toka është e rrafsht dhe nuk ka hije. Njerëzit janë të zhveshur dhe të zbathur dhe nuk kanë të drejtë të flasin, as nuk kanë të drejtë me ullë. Një minut me u vanu llogaria është dënim. Një orë me u vanu llogaria është dënim edhe më i madh. Një ditë me u vanu është edhe më i madh. Dhe kushdo që ka mos pajtime, nxjerr mos pajtime rreth asaj me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do t'ja vështirësoj çështjen vetes së tij në dynjë dhe në ahiret, për shkak se ata të cilët i kanë përgjigjë thirrjes së Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse me vështirësi janë më të lumtur se të gjithë njerëzit qysh në jetën e kësaj bote, për shkak se në zemrat e tyre është e mbulitur ti përgjigjen e Allahut dhe ta pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse ditën e kiametit do të jenë prej më të lumturve. Kështu që falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që ka bërë pjesëtar të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e vlerësojnë shumë ditën e xumës, përgatiten me të gjitha ato me të cilat na ka përgatit ose na ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e falin namazin e xumës dhe morën shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala. Për tyre thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush shkon në ditën e xumës më herët ka shpërblim më shumë. Kush ulet me një vend më afër imamit ku e sheh duke e thënë hutbën, ka shpërblim më shumë. Dhe ka të rejsh vërejtjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mos flet kërkush për juve pasi që imamit të hyjë në hutbë, për shkak se kushdo që flet duke qenë imamit në hutbë ka bërë gjuna. Kurse transmetimi që ka humbur xumën nuk është i saktë. Nuk është e vërtetë se ka humbur namazin e xumës, por kushdo që flet duke qenë imam në hutbë e ka marrë gjunohun prej të cilët ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër ka thënë vërtet, në ditën e xumës është një kohë, është një periudhë në të cilën kushdo që lutet Allahu subhanahu wa taala pranon lutjet. Kurse Aisha radhiyallahu anha mendonte se kjo kohë është prej namazit të ikindis ditën e xumës deri në namazin e akşamit. Shfrytëzoni të gjitha këto të mira dhe fitoni shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.